Zëvendës kryeministrja dhe njëherësh ministrja e energjisë dhe infrastrukturës, Belinda Balluku, ndodhet në Rom në kuadër të takimit të dy qeverive asaj italiane dhe asaj shqiptare. Balluku takua me ministrin e mjedisit dhe energjisë të Italisë, Gilberto Pichetto Fratinin. Në fokus të këtij takimi është projekti strategjik për ndërtimin e linjës nënujore që do të lidh dy vendet. Balluku shkruan se ky investim do të hap një kapitull të ri dhe do të shërbejë si një korridor i rëndësishëm për sigurinë energjetike të rajonit, pasi është pjesë e korridorit energjetik lindje-perëndim. Sot pata kënaqësinë të zhvilloj një bisedë të frytshme me ministrin e mjedisit dhe energjisë të Italisë, Gilberto Pichetto Fratin. Diskutuam gjerësisht mbi forcimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë në sektorin energjetik, me fokus projektin strategjik për ndërtimin e linjës nënujore që do të lidh dy vendet tona. Një projekt pjesë e korridorit energjetik lindje-perëndim që përfshin Rumani, Bullgari, Greqi, Shqipëri dhe Itali, si një korridor i rëndësishëm për sigurinë energjetike të gjithë rajonit. Ky investim do të hap një kapitull të ri në marrëdhëniet tona dhe do të kontribuojë në sigurinë dhe qëndrueshmërinë energjetike në rajon. Raportet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Italisë janë një bazë solide për të bërë edhe më shumë në shërbim të qytetarëve tanë, shkruan Balluku.